Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falenderojmë Allahun azza wa jall, salavatet dhe selamet e dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut azza wa jall do t'ja fillojmë një seri ligjëratash në të cilat do t'i përmendim shumë prej dispozitave që kanë të bëjnë me zakatin. Fillimisht do të përmendim konceptin, kuptimin e zakatit, pastaj do të vijojmë me shumë prej, duke i përmendur shumë prej dispozitave që kanë të bëjnë me zakatin. Atëherë, çka është zakati? Zakati në aspektin gjuhësor. Për arsye se zakonisht dietarët kur përmendin ndonjë nocion, fillimisht e përmendin se çfarë kuptimi ka ai në aspektin gjuhësor, pastaj në atë fetar ose terminologjik, dhe pastaj ndërlidhin këto të dyja ose bëjnë përmendin një lidhje ndërmjet aspektit gjuhësor dhe aspektit terminologjik ose fetar. Atëherë, çka nënkupton fjala zakat? Fjala zakat ka kuptime të ndryshme në gjuhën arabe. Mirë po, dy janë prej atyre kuptimeve të cilat na interesojnë ne dhe të cilat e shtjellojnë dhe e tregojnë kuptimin e fjalës zakat dhe kjo na ndihmon edhe me kuptu fjalën zakat në aspektin fetar. Kuptimi i parë është shtim i diçkaje. Fjala zakat në aspektin gjuhësor ka kuptimin e shtimit të diçkaje, ndërsa kuptimi i dytë është pastrimi i diçkaje. Sa i përket kuptimit të dytë, ka ardhur edhe një ajet kuranor në të cilin Allah azza wa jall thotë: Qad aflaha man zakkaha, ka shpëtuar, veç se ka shpëtuar, ose në të vërtetë ka shpëtuar ai i cili ka pastruar vetveten e tij. Ka pastruar vetveten e tij. Pra, është përmendur një prej derivateve të fjalës zakat, e që këtu është për qëllim ai aspekti gjuhësor, që është për qëllim pra pastrimi i diçkaje, këtu është për qëllim pastrimi i vetvetes. Pastrimi i vetvetes nga çka? Është përgjithshme. Për këtë arsye dietarët kanë përmendur se pastrimi i vetvetes ose pastrimi i njeriut, pastrimi i nefsit, pastrimi i shpirtit nga mosbesimi, nga hipokrizia, nga bidatet, nga mëkatet e mëdha, si dhe nga moralet e liga. Pra kjo është aspekti gjuhësor i fjalës zakat. Ndërsa se përket aspektit terminologjik ose fetar, zakati e ka kuptimin e adhurimit të Allahut azza wa jall nëpërmjet nxjerrjes së një lloj pasurie e cila është obliguar, e cila është e përcaktuar fetarisht në një kohë të caktuar për një kategori të caktuar njerëzish me kushte të caktuar. Me kushte të caktuara. Pra ky është kuptimi fetar i fjalës zakat dhe detajizimin e këtij kuptimit do ta përmendim më vonë. Pra, është quajtur zakati, zakat, edhe pse ka të bëjë me pasurinë, nëse mundem me ndërlidh me atë kuptimin gjuhësor, për arsye se zakati pastron pasurinë. Po ashtu është shkak i shtimit të pasurisë. Shumë njerëz mendojnë se njeriu kur jep diçka, kur jep ndonjë lëmosh ose kur jep zakatin, pa marrë parasysh se çka jep, domethënë nga pasuria e tij, në të vërtetë ajo pasuri i zvoglohet, i paksohet. Ndërsa Allah azza wa jall, po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë treguar se ai i cili jep lëmosh, e sidomos ai i cili e jep zakatin, për arsye se ka për obligim me dhënë këtë zakat, ai në të vërtetë nuk i paksohet pasuria. Përkundryshe Allah azza wa jall e kompenzon. I bëhet sebeb kjo dhënia e zakatit që atij ti shtohet pasuria dhe Allahu azza wa jall të dërgon bereqet në atë pasuri. Çështja tjetër që ka të bëjë me zakatin është se çfarë pozite ka zakati në Islam. Janë shumë gjëra të cilat e shpërfaqin pozitën e zakatit në Islam. Do t'i përmendim disa prej ajeteve, haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet të cilave ne e vërejmë se çfarë pozite ka zakati dhe çfarë rëndësie ka zakati në fen tonë. Çështja e parë
është se zakati është shtylla e tretë e Islamit. Domethënë, është për çështjeve kryesore, për çështjeve më madhore dhe është për shtyllave kryesore të fesë në Islam. Kjo duke u bazuar në hadithin Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhu, në të cilin përmendet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Bunya al-Islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa hajj al-bayt wa sawmi Ramadan." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Është hadith i njohur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shtylla e parë është shahadeti, dëshmia la ilaha illallah, dëshmia se nuk ka të adhuruar me të drejtë pas Allahut, të vetëm të pashoq, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Kjo është shtylla e parë. Shtylla e dytë është falja e namazit, shtylla e tretë është dhënia e zakatit, shtylla e katërt është agjerimi i Ramazanit dhe shtylla e pestë është shkuarja në haxh. Natyrisht për atë i cili ka mundësi materiale, ka mundësi financiare dhe materiale. Pra, zakati është një prej shtyllave kryesore të fesë sonë. Çështja tjetër e cila dëshmon se zakati ka një pozitë të lartë në Islam është se zakati është përmendur bashkë me namazin në shumë vende në Kur'an. Është përmendur bashkë me namazin në 26 vende të Kur'anit. Do thëmë, me njëherë ku është përmendur falja e namazit ose urdhëresa për faljen e namazit, aty është përmendur edhe urdhëresa për dhënien e zakatit, që dëmë të thotë se namazet dhe zakati janë të pandashme, dhe se të dyjat e kanë një vlerë të madhe, dhe se dhënia e zakatit vije më herë pas faljes së namazit. Thot Allah Azza wa Jall: "Wa aqimu s-salah wa atu z-zakah." Faleni namazin dhe japeni zakatin. Pra në 26 ajete kuranore ka ardhur kështu, ose në këtë kontekst. Në vendin e 27, po ashtu është përmendur zakati bashkë me namazin në kontekst të njëjtë, mirë po në ajete të ndryshme. Do thonë, Allah Azza wa Jall ka treguar se kush janë besimtarët dhe se ata janë në të vërtetë ata do të shpëtojnë nesër në ditën e Kiametit, janë të vetmit të cilët do të shpëtojnë në ditën e Kiametit, ato ka përmendur se ata janë të cilët janë të kujdesur ndaj namazit të tyre dhe të cilët janë që i japin zakat. Ndërsa në 3 ajete kuranore zakati është përmendur veçmas nga namazi. Domethënë është përmendur, por nuk është përmendur aty edhe namazi. Çështja tjetër e cila tregon për pozitën e zakatit është edhe se zakati ka qenë i obliguar qysh në periudhën mëkase. Është e njohur tek njerëzit, ose e kam potencuar shumë prej dietarëve, se obligueshmëria e zakatit ka ardhur ose ka ndodhur në vitin e 2 të Hijretit. Kjo është e saktë, sa i përket detajizimeve, sa i përket obligueshmërisë së zakatit dhe detajizimeve të shumta që kanë të bëjnë me ata se nga cilat pasuri duhet të jepet zakati, cilët persona e meritojnë marrjen e zakatit dhe shumë çështje që kanë të bëjnë me zakatin. Sikurse është edhe përcaktimi i kuotës nisabit që quhet ndryshe. Këto të gjitha kanë ardhur në periudhën medinase. Mirë po, dietarët e shumt kanë përmendur se obligueshmëria e zakatit ka ardhur në periudhën mekase. Edhe pse ka ardhur kjo obligueshmëri në mënyrë të përgjithshme, pa u përcaktuar aty kushtet e caktuara, pa u përcaktuar domethënë detajat e shumta, dhe kjo është fjala e Allahut Azza wa Jall në një ajet kuranor në surën Al-An'am, ku Allah Azza wa Jall tregon aty për nimetet e shumta që ju ka jepur njerëzve, ku tregohet aty se Allah Azza wa Jall ka treguar se ka krijuar kopshte. Ka krijuar kopshte në të cilat ato kopshte ka bim ose pemë të cilat janë, domethënë, me trupa të gjatë, po ashtu edhe bim të cilat janë domethënë sikurse që janë shkurrët, domethënë të cilat janë bim që nuk i kanë trupet e gjatë, mirë po janë të cilat janë nëpër tokë. Dhe pastaj
ka përmendur Allah Azza wa Jall që ka krijuar udhënje dhe fryta të ndryshëm. Në vazhdim thot Allah Azza wa Jall: "Atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifuhu." Hanin kulu min thamarihi idha athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi. Hanin nga frutat e këtyre pemëve që Allah Azza wa Jall i ka krijuar. Ndërsa thot jepeni të drejtën e tyre që është për qëllim këtu zakati, atëherë kur dalin këto pemë, kur piqen këto pemë. Që do të thotë se në këtë ajet kuranor Allah Azza wa Jall e ka obliguar dhënien e zakatit, mirë po në mënyrë të përgjithshme, pa u përcaktuar se sa duhet i jepet zakati dhe kujt duhet i jepet zakati. Dhe Ibn Kathir rahimahullah ka përmendur se ky ajet në surën Al-An'am është ajet mekas. Mirë po shumica dietarëve ka mendimin se këtu është përcaktuar obligueshmëria e dhënies së zakatit edhe pse në mënyrë të përgjithshme. Po ashtu ajo e cila dëshmon për vlerën dhe pozitën e zakatit është se zakati nuk është përmendur vetëm në legjislacionin e ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por është përmendur edhe në legjislacionet e pejgamberëve të mëhershëm. Allah Azza wa Jall në shumë ajete kuranore tregon se pejgamberët e mëhershëm kanë urdhëruar për dhënien e zakatit ose përmend se ata e kanë japur vetë zakatin. Thot Allah Azza wa Jall në një ajet kuranor duke përmendur Ibrahimin, Ishakun dhe Jakubin alayhis salam, ta pejgamber të mëdhenj, babai i pejgamberit Ibrahim alayhis salam dhe pastaj Ishaku dhe Jakubi alayhimus salam. Thot Allah Azza wa Jall: "وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين." Thot dhe kështu ne i bëm ata udhëheqës imam që udhëzonin me urdhrin ton. Dhe u shpallëm atyre kryerjen, bërjen e veprave të mira, faljen e namazit dhe dhënien e zakatit. Po ashtu Allah Azza wa Jall në një ajet tjetër kuranor përmend se dhënia e zakatit ka qenë obligueshme në legjislacionin e birit tjetër të Ibrahimit alayhis salam, e që është Ismaili alayhis salam. Thot Allah Azza wa Jall në Kur'an: "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya." Thot Allah Azza wa Jall dhe përmendë në libër Ismailin. Ai ishte mbajtës i fjalës dhe ishte dërguar dhe profet. Ai urdhëronte familjen e tij me namaz dhe zakat. Po ashtu Allah Azza wa Jall në një ajet tjetër kuranor tregon se edhe Isa alayhis salam ka qenë i urdhëruar që ta jap zakatin. Thot Allah Azza wa Jall: "Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Thot për Isa alayhis salam se ai ka thënë: "Më ka porositur, do thon Zoti im, me namaz dhe zakat për sa të jem gjallë." Po ashtu ajo e cila dëshmon për pozitën e lartë të zakatit në Islam është se kanë ardhur shumë hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të cilat është përmendur zakati në forma të ndryshme. Në disa prej haditheve është përmendur obligueshmëria e dhënies së zakatit. Në disa prej tyre janë sqaruar shumë dispozita që kanë të bëjnë me zakatin. Në disa prej tyre ka ardhur edhe përmendja e ndëshkimit të atyre njerëzve të cilët nuk e dhënë zakatin. Por ka hadithe të shumta që dëshmojnë kjo për pozitën e zakatit në fe. Po ashtu edhe ajo që dëshmon për pozitën e zakatit në fen ton janë, siç përmendëm më herët, mirë po do t'i përmendim në mënyrë të detajuar, kanë ardhur shumë hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka ardhur një ajet kuranor në të cilat këto tekste përmenden dëshkimi i atyre të cilët nuk japin zakatin. Shumë njerëz e neglizhojnë dhënien e zakatit. Ka para, ka biznes, ka pasuri, por në tjetër nuk kujdeset, nuk interesohet se a ka për obligim dhënien e zakatit apo nuk e ka për obligim dhënien e zakatit. Disa e shtyn lakmia e tyre ndaj pasurisë që ata mos ta japin zakatit, disa prej tyre, domethënë,
arsye të ndryshme gjejmë për mosdhënien e zakatit, por një pjesë e madhe e njerëzve e neglizhojnë dhënien e zakatit për arsye se edhe nuk interesohen për dispozitat e obligueshmërisë së zakatit dhe dispozitat e detajuara që kanë të bëjnë me zakatin. Allah Azza wa Jalla në një ajet kuranor thot: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. Thot Allah Azza wa Jalla në surën At-Tawbah, ata që e grumbullojnë arin dhe argjendin dhe nuk e shpenzojnë në rrugën e Allahut. Me fjalën nuk e shpenzojnë në rrugën e Allahut, dietarët kanë përmendur se është për qëllim nuk e dhojnë zakatin. Kështu është komentuar ky ajet kuranor. Thotë, domethënë ata të cilët e grumbullojnë arin dhe argjendin, ose dojnë ari dhe argjend, mirë po nuk e dhojnë zakatin, atëherë ajeti kuranor thotë përgëzoi ata me një dënim të dhëmshëm. Cili është ky dënim? Thotë ditën kur pra ari dhe argjendi do të nxehen në zjarrin e xhenemit. Në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka një detajizim, domethënë një detajizim tjetër sa përket kësaj, thotë këta ari dhe argjendi do të vendosen në zjarrin e xhenemit sikurse pllaka. Domethënë pllakat e arit dhe argjendit do të vendosen në zjarrin e xhenemit dhe do të nxehen fort. Do të nxehen fort këto pllaka në atë zjarr të xhenemit dhe me ato pllaka të arit dhe argjendit do të damkosen ballët, domethënë balli i tyre, anët e tyre dhe shpinat e tyre. Dhe do t'ju thuhet atyre se kjo është ajo që grumbulluar për vetveten tuaj, prandaj shijoni atë që e keni grumbulluar. Do thonë kjo është njëra prej dënimeve të atyre të cilët nuk e japin zakatin. Do thonë se Allah Azza wa Jall pastaj edhe në hadith pejgamberit alayhis salam ka ardhur se ky mall, ky ar dhe argjend do të nxehet fort dhe pastaj do të damkosen ballët e shpinat edhe anët atyre të cilët nuk e japin zakatin. Dhe kjo do të jetë ky dënim që ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të jetë në atë periudhën e qëndrimit të njerëzve në ata që ka quhet Arasat Yawm al-Qiyamah. Arasat Yawm al-Qiyamah është, domethënë, ai vendi ku të gjithë njerëzit prej Ademit alayhis salam deri tek njeriu i fundit do të qëndrojnë në një tokë të rrafsht pas ringjalljes së njerëzve, domethënë do të qëndrojnë në një periudhë kohore sa 50.000 vite, ende pa ja nisur gjykimi i njerëzve. Domethënë do të qëndrojnë në një periudhë të gjatë duke pritur në atë vend. Dhe në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur se kjo ditë e gjatë në të vërtetë është ditë e tmerrshme. Është ditë e tmerrshme, është dritë e trishtueshme. Për arsye se në hadithet pejgamberit alayhis salam përmendet se Allahu Azza wa Jall do të bëjë që dielli të përcëllon, të nxenë dhe të përcëllon dhe njerëzit do të përshkojnë djersit e tyre nga ky përcëllim i diellit. Dhe dielli do të afrohet atyre shumë afër. Dhe varësisht prej veprave që kanë bërë njerëzit, atëherë do t'i mbulojnë djersa. Disa prej tyre do t'i mbulojnë djersa deri në zogën e këmbës, disa prej tyre deri në gjunjë, disa prej tyre deri në bel, disa prej tyre deri këtu në gjoks, disa prej tyre do t'i mbulojnë djersat edhe ndoshta edhe do të fundosen në djers. Dhe në këto momente, domethënë të gjata të pritjes, këta njerëz të cilët nuk e kanë dhënë zakatin, që është përmendur këtë ajet kuranor, mirë po është shëruar edhe në hadithën e pejgamberit alayhis salam. Në hadith është përmendur se dënimi i tyre do të jetë në këtë vend. Në këtë vend, domethënë këto pllaka, të cilat janë pasuria e atij i cili ka posëduar këtë pasuri ka ari dhe argjendi, këto pllaka fillimisht do të nxehen fort në xhenem dhe pastaj do të damkosen ballët, anët dhe shpinat e tyre. Allah na ruaj prej këtij dënimi. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar për dënimin atyre të cilët nuk e japin zakatin
por të pasurive të ndryshme. Thot atij që nuk e jep zakatin e deveve në ditën e gjykimit, ato do t'i vënë atij në formë më të mirë. Në formë më të mirë dhe do ta shkelin me thundrat e tyre. Domethënë ka njerëz të cilët kanë pas deve dhe kanë arritur ato devet nisabin, kuotën dhe ka qenë obligueshme për ta dhënia e zakatit, mirë por nuk e kanë dhënë zakatin. Atëherë, cili do të jetë dënimi për ta nesër ditën e Kiametit? Ata do të vinë, ato deve do të vinë atij në formë më të mirë që i ka pas. Mirë po do ta shkelin me thundrat e tyre. Po ashtu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atij që nuk e jep zakatin e deleve. Domethënë ka njerëz të ndryshëm të cilët kanë pasuri, por shumica e pasurisë së tyre janë dele, kopë delesh. Ato thot do të vënë në formë më të mirë që kanë qenë dhe do ta shkelin me thundra dhe do ta therrin me brir. Domethënë kjo është një prej atyre dënimeve të cilat do t'i ndodhin dhe do t'i përshkojnë ata të cilët nuk e kanë dhënë zakatin. Thot në vazhdim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, askush mos më vi nesër në ditën e Kiametit duke bartur në qafë ndonjë dele që blegron, atë më thot o Muhammed, domethënë kërkon shpëtim, e bardh në vetë atë dele që nuk e ka dhënë zakatin e saj. Dhe thot o Muhammed, e do t'i them, nuk mund të bëj asgjë për ty, se të kam kumtuar me kohë. Domethënë të kam kallzuar me kohë se do të më jap zakatin edhe sa do të më jap zakatin, por ti nuk e ke dhënë. Atëherë nuk mund të bëj asgjë për ty, nuk mund të shpëtoj. Si dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos më vi nesër dikush duke bartur në qafë ndonjë deve që pëllet e të më thot o Muhammed, e të them nuk mund të bëj asgjë për ty, se të kanë kumtuar dhe më thonë këtë çështje me kohë. Këto dy hadithe kanë transmetuar Buhariu dhe Muslimi. Pra janë hadithe në shkallën më të lartë të autenticitetit, sepse i kanë transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në koleksionet e tyre. Po ashtu një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk do të citojmë këtu në gjuhën arabe, por do të mjaftohemi vetëm me përkthimin e tyre në gjuhën shqipe. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atij që ka dhënë Allah azza wa jall pasuri, por se nuk e jep zakatin e saj, ajo pasuri ditën e Kiametit do të marrë formën e një gjarë prej tullac me 2 pika të zeza. Domethënë do të marrë formën e gjithë pasuria e njeriu, ajo pasuri sepse nuk e ka japur zakatin e saj, e gjitha ajo pasuri do të marrë formën, do të personifikohet në formën e një gjarë prej tullac me 2 pika të zeza mbi sy dhe do ta mbështjell qafën e do ta mbërthej me nufulla dhe do të thotë unë jam pasuria jote, unë jam thesari yt. Unë jam pasuria jote, unë jam thesari yt. Do thonë kjo po ashtu është një prej atyre dënimeve që do të ndodhin njerëzve në ditën e Kiametit, atyre pra të cilët nuk e kanë japur zakatin. Prandaj njeriu i cili dëgjon apo i lexon këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të vërtetë do të ndjejë frikë dhe të kujdeset dhe do të mësoj në detaje të gjitha dispozitat që kanë të bëjnë, ose një pjesë të madhe të dispozitave që kanë të bëjnë me zakatin. Prandaj ai i cili tham edhe një herë, domethënë i dëgjon këto, nuk do të neglizhoj, sidomos ai i cili ka pasuri, ka biznes, ka pasuri të mëdha, nuk do të neglizhoj mësimin e këtyre rregullave. Nëse nuk ka mundësi me mësu, domethënë në mënyrë të detajuar, atëherë duhet me pyet ndonjë dietar, ndonjë hoxh të caktuar, po më rëndësishme është që duhet më interesu. Duhet më interesu dhe jo me kon i pa interesuar. Jo me kon pa interesuar, për arsye se kjo pastaj do të bëhet për do të jetë sebeb që ai të dënohet nesër në ditën e Kiametit për shkak të mosdhënies së zakatit ose neglizhimit të dhënies së tij, edhe pse ka pasur fillimisht obligim dhënien e zakatit. Po ashtu pika e fundit e cila tregon për vlerën e zakatit është se zakati, kush e mohon obligueshmërinë e zakatit ndërsa jeton me muslimanët, domethënë është e njohur në shoqëri se zakati është i obliguar në fe,
për arsye se kanë ardhur tekste të ndryshme nga Kurani, nga Suneti i pejgamberit alayhis salam, tekste të prera nga Kurani dhe nga Suneti i pejgamberit alayhis salam, dhe ka konsenzus të dietarëve për këtë çështje, domethënë për obligueshmërinë e zakatit. Ai i cili mohon obligueshmërinë e zakatit, në të vërtetë del pe feje. Ndërsa ai i cili e mohon obligueshmërinë e zakatit, ndërsa është i arsyetuar me padituri, për arsye se rishtazi ka pranuar Islamin. Sikur se një person i cili tashmë e planon Islamin dhe i thuhet atij se ti ke pasuri të madhe, atëherë e ke për obligim dhënien e zakatit, ai thotë s'ka zakat, nuk di diçka që ka, nuk di ose e mohon dhënien e zakatit ose obligueshmërinë e zakatit, atëherë ky njeri arsyetohet. Arsyetohet për arsye se s'ka pas dije. Tashmë e ka pranuar Islamin. Ose një njeri për shembull i cili jeton në një vend të largët ku nuk ka dietar, nuk ka hoxhallar, nuk din që prej gjërave themelore të Islamit ose peshtyllave kryesore të Islamit është dhënia e zakatit, atëherë edhe ky arsyetohet me padituri. Pra ai i cili e mohon obligueshmërinë e zakatit del pe feje, mirë po me atë qartësimin dhe detajimin që përmenda, dhe ndërsa ai i cili e pranon ose thotë se zakati është i obliguar, mirë po për shkak të lakmisë, për shkak të neglizhimit nuk i jep atë, atëherë ky njeri ka bërë gjunah të madh dhe meriton dënim të mëdhenshëm, sikurse në ato hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i përmendëm më herët. Mirë po, edhe në këtë botë do të dënohet. Edhe në këtë botë pasuria e tina s'ka me pas bereqet. Sepse pasuri në të vërtetë është pasuri e mirë edhe e vlefshme, ajo pasuri në cilën ka bereqet në ta. Kur njeriu jep zakatin, kur njeriu jep sadaka, ajo ja zgjeron gjoksin njeriut, po bëhet sebeb që Allah azza wa jalla me vendos aty bereqetin, me vendos aty bereqetin edhe begatin. E jo, domethënë tjetë për aty në njerëzve të cilët domethënë nuk interesohet fare dhe pastaj domethënë Allah azza wa jalla ja çon ndonjë sprovë, ose në fëmijë, ose dështon biznesi i tij, ose domethënë çështje të ndryshme që Allah azza wa jalla e dënon këtë njeri qysh në këtë botë për shkak se nuk e ka dhënë zakatin. Prandaj të gjithë ata të cilët kanë pasuri, që kanë biznes, kanë pasuri, ata duhet të interesohen dhe mos ta neglizhojnë dhënien e zakatit, sepse është bereqet, është pastrimi i pasurisë dhe është po ashtu shkak për shtimin e pasurisë. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.